Në përputhje me zotimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, në partneritet me shoqëritë civile në procesin e krijimit dhe zbatimit në politikave aktive si pjesëmarrëse direkte dhe qendrore të këtyre organizatave në hartimin e këtij dokumenti strategjik. Ky dokument, i cili është në draft version, i cili do duhet të shqyrtohet në periudhën maj-gusht të vitit 2019, me të cilët të gjithë aktorët e rëndësishëm do të japin vërejtje të rekomandime të ndryshme në lidhje me kapitujt që përfshin në strategjinë, për të cilët më vonë edhe Maja do t'ju jap një analizë të detajuar. Pse është me rëndësi strategjia? Do të thënë strategjia është një nga karakteristikat dhe vlerat kryesore të vendit, e cila tashmë është e njohur edhe në botë. Vendoshmëria jonë për të ndërtuar dhe të përturuar një shoqëri të barabartë për të gjithë, duke ndërtuar një shoqëri civile me respekt ndaj të gjitha dallimeve sociale, etnike, kombëtare, fetare dhe dallimeve kulturore. Si bazë unitetit tonë që është ndërtuar me shekuj, më parë dhe që është detyrim për të ardhmen tonë të përbashkën dhe mbi të gjitha është vlerë europiane. Një nga konceptet kryesore të strategjisë për një shoqëri dhe interkulturalizëm është barazia dhe mosdiskriminimi, respektimi i diverzitetit dhe i veçorive të çdo individi është pasuria e një shoqërie. United on Diversity, të bashkuar në llojshmëri, e përmendi për shkak se është vlerë europiane mbi të cilin edhe ne si shtet synojmë që të jemi së shpejti dhe besojmë se së shpejti do të kemi edhe hapjen e negociatave me Unionin Evropian. Mundësia e barabartë për qytetarët, trajtimi i barabartë dhe qasja e barabartë nga të gjitha burimet në shoqëri janë në thelb dhe koncepti barazisë dhe mosdiskriminimit. Ne konsiderojmë diversitetin si përparësi, pasuria jone e përbashkët, pikërisht fryma e këtij uniteti të strategjisë do të krijojë një instrument të gjallë për parandalimin e dominimit të strukturës dhe kulturës etnocentrike, e cila nuk është një model ndaj të cilët vendi ju synon. Modeli i Republikës së Maqedonisë së Veriut fillon me respektimin e të gjitha komuniteteve dhe krijimin e mundësive për komunitetet të ndryshme të bashkëpunojnë, të plotësojnë dhe të pasurojnë njëri me tjetrin. Hapi i parë është pranimi dhe njohja e diversitetit. Strategjia ofron një sër udhëzimesh që nuk do të lejojnë që politikat e ndarjes si e jona dhe e juaja të kthehen përsëri në skenë. Ne nuk duhet të lejojmë që qytetarët të jenë subjekt i dhunës fizike, verbale ose psikologjike, vetëm për arsyeën se ato janë më ndryshe nga ne. Nuk duhet të lejojmë dhunën ndaj pjesëtarëve të bashkësive etnike, pakicave sociale apo grupeve të marginalizuara, apo ndaj qytetarëve me përkatësi të ndryshme fetare, ndaj personave me aftësi të kufizuara. Nuk duhet të lejojmë dhunën ndaj grave dhe ndaj fëmijëve. Jeta pa dhunë është e drejtë themelore e njeriut. Nuk duhet të lejojmë vazhdimin e stereotipeve gjinore dhe paragjykimeve për rolin e gruarve dhe të burrave, gjemëve dhe vajzave në shoqëri dhe praktikave të dëmshme që diskriminojnë gratë dhe vajzat. Drejtësia sociale, do të thënë, është bazë e çdo shoqërie së shëndosh dhe progresive. Qëllimi ynë si qeveri është zvoglimi dhe i varfërisë dhe sigurimi i një sistemi cilësor për mbrojtjen sociale, i cili do ndihmojë qytetarët tonë më të rrezikuar. Për këtë dallim ne kemi pasur edhe ndryshime të mëdha në lidhjen për mbrojtjen sociale, në të cilën prej këtij muaji të veçëm mbi 25.000 ambisri do të kenë mundësi që të marrin pakon mbi 300% në rritjen e ndihmës sociale, dhe mbi të gjitha gjithashtu edhe reformën e sistemit pensional, gjithsesi në të cilën të gjithë të punësuarit, të cilët kanë arritur moshën e pensionimit dhe nuk kanë arritur që të kenë të ardhurat, të kenë mundësi që të marrin të njëjtat kompensimet, gjithsesi bëhet fjalë për mbi 6.000 pensionista. Përveç asaj, Ministria e Financave, do të thonë në lidhje me pjesën e ndarjes së mjeteve, gjithsesi rritje dhe mjet e buxhet për zhvillim të barabartë regional, do të thonë në krahasim në vitin 2019 me 2 vitet paraprake, mbi 100% apo në 512 milion denar, po ashtu do të thonë rritje edhe mjetët sa e përket ndarjes së blok dotacioneve për komunave të cilat janë të obliguar që të realizojnë kompetencat konform ligjit për qeverisjen lokale, mbi të gjitha për ofrimin e shërbimeve cilësor për të gjithë qytetarët, dhe rritja është prej 6.4%. Interkulturalizmi lidhet me vlerat dhe të drejtat e njeriut, demokracinë, kulturën e paqes dhe dialogut, si dhe me identitetin evropian, dhe mbi të gjitha për këtë roli i sektorit civil është më së i domosdoshëm në hartimin e ashtu të politikave qoftë të nivelit qendror dhe të nivelit lokal, dhe prandaj inkurajojmë të gjitha përfaqësuesit e shoqërive civile, të gjitha akterët, qoftë ata të cilët janë të sektorit të biznis, të administratës, të cilat janë, domethënë, përfaqësive të ndryshme etnike. Okej, do të thonë unë jam ka përfundimi i fjalimit, po sidoqoftë një pjesë do e përsërisi, do të thënë duke ditur që roli i Ministrisë së Financave në lidhje me kontributin që e ka në lidhje me strategjinë për një shoqëri për të gjithë dhe interkulturalizëm, ka në pjesën e rritjes së mjeteve në përzhvillim të barabartë regional dhe mbi të gjitha në përforcimin e kapacitetit financiar të veçeverisjes lokale, duke ditur që veçeverisja lokale, do të thënë është një apo decentralizimi është një nga shtyllat më të rëndësishme për një shoqëri demokratike mbi të gjitha për ofrimin e shërbimeve
drejtave cilësore të gjithë qytetarëve në vend, pa më parësisht gravitojnë ata nga vendbanimet rurale apo urbane. Dilema se decentralizimi, është me rëndësi në lidhje ndaj institucioneve përgjegjës më të mirë të informatave dhe mbi të gjitha transparencës më të madhe dhe pjesëmarrjes së rritur dhe qëndrueshmëri të avancuar të projekteve zhvillimore, prandaj edhe roli i të gjithë akterëve, qoftë të shoqatave civile, të gjithë qytetarëve, pa më parësisht përkatësinë etnike, fetare dhe kështu me radhë, janë të rëndësishëm në lidhje me hartimin e të gjitha vendimarrjeve dhe prandaj edhe në formë indirekte veçëvesja lokale, Këshilli i Komunës së bashku me strukturat udhëheqëse të komunës do të jenë më transparente në llogaridhënien për realizimin e projekteve zhvillimore, përkatësisht se ata janë më afër qytetarëve dhe i dinë nevojat dhe nevojat më qendrore të cilat i kanë banorët e qytetit të tyre. Si rezultati të njëjtave në suas të kësaj strategjie është paraqitur edhe një koncept të veçantë në lidhje mbi veçëverisjen lokale, në të cilën është obliguar që të bëhet një analizë sistemore të ligjit për veçëverisjen lokale, ligjin sistemor i cili është hartuar nga viti 2000, në të cilën Ministria e Pushtetit Lokal është obliguar që të bëjë një analizë të kapitujve si rezultat i obligimit që është dhënë nga ana e qeverisë, me qëllim që të shihen ku janë mangësitë në lidhje me funksionimin në mirëfill të decentralizimit fiskal, gjithsesi në përforcimin e kapaciteteve financiare të komunave, për shkak se në bazë të analizave dhe rekomandimeve që kemi nga dokumentet e Unionit Evropian, kemi mungesë të realizimit të mirëfill të shërbimeve ndaj qytetarëve në vendbanimet rurale dhe mbi të gjitha kjo nuk duhet të lejohet dhe ne si shtet jemi të obliguar që të sigurojmë mjete apostafate me qëllim që të mund të realizohet realizimi mirëfillt i këtyre kompetencave, konform edhe të programës për zhvillim të qëndrueshëm lokal dhe decentralizim. Prandaj edhe këtu potencohet roli i Ministrisë së Financave, me që jam mysafire në këtë debat të sotëm, me që në buxheti është shumë i rëndësishëm në ndaljen e mjeteve apostafate dhe të nevojshme për zhvillimin e mirëfillt, gjithsesi të kompetencave të komunave. Këtu roli i Ministrisë së Financave është në ndaljen e mjeteve sa i përket të dotacioneve. Për vitin 2019, Ministria e Financave rriti mjetet krahasim me vitin 2018 për 6,4%, po ashtu edhe në krahasim me vitin 2017 në vlerë absolute për 2,2 miliardë denarësh, janë më shumë mjete të ndara komunave për realizimin e kompetencave të mirëfillt në arsim, domethënë në arsimi parashkollor, në kulturë dhe në njësinë e zgjerfikësve, por duhet potencuar se paraprakisht në 10 vjeçarin e ardhshëm komunat kanë pasur mungesë të mjeteve me një rritje vetëm 1,5% në mesatare. Tash këtu është një infuzion më i madh çdo vit, në buxhetin e shtetit për komunat. Mbi të gjitha janë ndarë edhe mjete sa i përket edhe ndihmesës financiare në të cilën sonë vendim në vitin 2018 nga ana e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të ndihmohet komunave në lidhje me trajtimin e obligimeve të papaguara në vlerë prej 50 milion euro apo 3 miliardë denarësh, domethënë për të gjithë komunave që të ndihmohet në lidhje me paraqitjen e obligimeve që i paraqiten në sistemin elektronik. Pse i përmendi këta vlerat? Këta janë poshtu, nuk janë të mjaftueshëm për të realizuar të gjitha kompetencat, por mbi të gjitha duhet të potencojnë për kushtimin e qeverisë që ka në lidhje me zbutjen e padrejtësive apo t'i themi mangësive që e kemi në procesin e t'i themi ndarjes së financimit apo stafat të komunave që kemi konform ligjit dhe konform rregullarës apo konventës europiane për veçëverisjen lokale. Ndarja e mjeteve po ashtu janë rritur edhe në pjesën e zhvillimit të barabartë regional të krahasuar me 2 vitet paraprake, domethënë në vitin 2019 janë rritur 100% dhe po ashtu në suazët e qeverisë në ndihmesën me Agjencionin Zvicran për Zhvillim është ndërtuar një software i cili ka për obligim që të ndjek të gjitha projektet që planifikon nëpër ministrit apo stafate sa ndikojnë në zhvillimin e barabartë regional, me që kemi 8 regione planore dhe jemi të obliguar që të gjitha regionet, domethënë përprekjet e shtetit që të ketë zhvillim të njëjtë për të gjitha, mbi të gjitha për të siguruar shërbime apo stafate të cilësore për të gjithë qytetarët. Gjithashtu në suazet e kësaj strategjie do të përmenden edhe sferat të tjera, në sferën e arsimit, në sferën e kulturës, por mbi të gjitha potencohet roli i shoqërisë civile në hartimin e mirëfillt të politikave të qeverisë dhe prandaj ju ftoj të gjithë së bashku që ta shqyrtoni draftin e strategjisë, të jepni rekomandimet e duhura konform trupave koordinuese që kemi të ndara nëpër klastere, për shkak se shqyrtimi publik i draftit do të jetë në prej periudhës në maj dhe gusht të këtij viti dhe mbi të
të gjitha jemi të obliguar si shoqëri të ndërtojmë, të ngrisim vetdijen dhe të ndërtojmë vlera europiane, sepse edhe ne synojmë që të jemi antarë të Unionit Evropian dhe Unioni Evropian është United in Diversity, të bashkuar në lloj-llojshmëri dhe të gjithë së bashku mund të bëjmë shumë më tepër për të gjithë qytetarët e vendit. Faleminderit. Кога станува збор од нашиот домен заедници, се разбира заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Северна Македонија. Прв пат во историјата на државата една политичка власт покажа храброст и одлучност преку сериозен пристап да го прифати општеството какво што е во реалноста. Преку промовирањето на концептот за едно општество и општо прифатеноста на тој концепт од страна на пошироките граѓански маси, државата влезе во една понапредна димензија за градење на нашето заедничко општество. Секогаш во минатото се зборувало дека државата, Република Северна Македонија, е мултиетничка, мултикултурна. Тоа се зборувало и од владите, од политичките структури, граѓанските организации. Но гледаме дека низ минатите искуството барем ни го покажува тоа дека се неопходни дополнителни ангажмани околу остварувањето и градењето на самото општество какво што е и во реалноста. Состојбите во кои се наоѓаат граѓаните и внатрешните општествени динамики самите ни покажуваат дека треба дополнителен пристап почнувајќи од државата за градењето на општеството. Токму лично верувам дека стратегијата, националната стратегија за развој на концептот за едно општество и интеркултурализам ни го носи тоа и веќе сме сведоци дека самата држава преку своите механизми има јасен став и почнува системска работа околу решавањето на досегашните проблеми и градењето на општеството како што е во реалноста. Веќе се наоѓаме, како што кажавме и пред малку, нашите говорници, како што кажа, во финалната етапа на изготвувањето, односно финализирањето на текстот. Сум сведок дека изминатите месеци имаше доста труд, се вложи голем труд за изготвувањето на овој документ во сите кластери, особено во сите етапи, почнувајќи од ад-хок телото, координативните тела, самите кластери, се дискутираше, се работеше доста напорно и што е побитно, имаше сериозен и професионален пристап. Денеска се наоѓаме во, мислам дека девета дебата сме денес, осма дебата низ државата каде што го промовираме самата стратегија и очекуваме фидбек, односно критики, дополнителни сугестии од сите засегнати страни. Гледаме дека во самата стратегија се прифатени скоро и вметнати скоро сите области каде што треба да се реагира од страна на механизмите на самата држава и гледаме дека излегуваме веќе од таа класична бирократија или класично делување. Во име на Агенцијата за остварување на правата на заедниците треба да нагласам дека самата агенција како посебен орган беше вклучена во сите сегменти при градењето на националната стратегија, што во изминатиот период, не само за ова стратегија, ова не е нешто ново, но и во останатите политики и стратегии во изминатите периоди не бевме вклучени. Тука сме вклучени максимално и нашите колеги дадоа свој придонес во однос на покривање и носење на некои дополнителни елементи на стратегијата кои се однесуваат на помалку бројните заедници. За нас, како агенција, а верувам и за помалку бројните заедници, стратегијата е само еден почеток за решавање на проблемите, еден сериозен и системски пристап до прво прифаќање на проблемите, а потоа преку акцијските планови, преку определување на приоритетите и решавање на истите тие. Како што ви кажав, тоа е само еден почеток, ќе треба ни следи дополнителна работа и после усвојувањето на стратегијата треба да се фатиме сите за работа. Ова е еден општ прифатлив документ барем од граѓаните и ќе биде меѓуресорски. Сите ресори на државата, сите капацитети треба да бидат насочени кон исполнувањето на целите на ова стратегија. Верувам дека нема да биде тешко, имаме препреки во тоа. Финансиите, тука е министерката
со нас финансиите, секогаш заменик министерката тука, секогаш финансиите за една мала држава се проблематични, но верувам дека значаен дел од акцијскиот план и не бара дополнителни финансиски импликации, изнаоѓани се лесни механизми каде што можеме, верувам дека ќе ги оствариме тие цели. Имаме и одредени целни групи кои се против Македонија, Република Северна Македонија да се гради како едно општество. Свесни сме за тоа и треба да ја прифатиме и таа работа како сериозна, да се поставиме против тоа, но пред се најбитно е што државата прифати да се изготви еден ваков документ, вложи доста труд преку своите капацитети. Се наоѓаме во фаза каде граѓанските организации, граѓанскиот сектор ни укажува, ни забележува околу досегашната работа, па потоа, како што кажавме пред малку, после септември очекуваме распределба на обврските. Ние ги знаеме на кои институции кои обврски следат. Очекуваме од септември веќе да сме да започнеме со работа и остварување на задачите. Се надевам дека во вториот дел во дебатата ќе можеме да разговараме уште посуштински. Има многу што да се зборува, можеме многу да зборуваме, и обемна е и стратегијата, материјата е таква, но не сакам во интерес на времето, јас би застанал тука. Фала ви што ме слушавте. Во вториот дел очекуваме плодна дебата. Благодарам. Добар ден од мене до сите. Почитувани представници на владата, почитувани представници на локалната самоуправа во општина Гостивар, почитувани колеги од граѓанското општество и од медиумите. Навистина ми е задоволство што сум денеска овде да зборуваме за овој значаен нацрт документ, кој што јас пред се го разбирам како едно охрабрување, би рекла, едно поттикнување и заложба од страна на владата, сите заедно, како државни институции, како граѓански организации, како академска заедница, веројатно и како бизнис сектор, да придонесуваме кон надминување на поделбите меѓу граѓаните кои припаѓаат на различни етнички, верски и културни заедници и групи, и да создадеме општество во кое секој поединец ќе се чувства пред се како граѓанин кој ги ужива своите права подеднакво како и сите останати граѓани во нашата земја. Пардон. Како граѓанска организација која речиси 20 на години работи континуирано и придонесува за унапредување на медиумскиот простор и подобрување на состојбата со слободата на изразување, кој што е едно од основните човекови права, Македонскиот институт за медиуми го поддржува овој концепт и активно придонесува во оформувањето предлози и решенија кои можат да придонесат во процесот на создавање на оваа стратегија преку адресирање на вклученоста на медиумите и ангажман на полето на една исклучително исто така важна област, а тоа е медиумската писменост. Се надевам ќе се согласите дека медиумското известување има исклучително важно значење во создавањето на едно општество во кое сите се еднакви, не постои дискриминација и се негува интеркултурализмот. Ова во исто време е и еден од темелните принципи на медиумската политика, или така наречениот медиумски плурализам, особено аспектот, што ние стручно го нарекуваме културен плурализам, кој е дел од сите стратешки документи на меѓународните организации кои што се занимаваат со утврдување на правила, принципи и стандарди во доменот на слободата на изразување. А исто така овие стандарди се во најголем дел вклучени и во сето законодавство кое што е на сила во Република Македонија, се однесува на доменот на медиумите, слободата на изразување, исто така е дел и од основните документи кои што ги користат организациите кои што се занимаваат со саморегулација, едукација и унапредување на стандардите во медиумите во земјава. Но се надевам ќе се согласите, а на тоа укажува и добар дел од текстот во самата нацрт стратегија, дека во пракса, со одредени исклучоци, медиумскиот екосистем кај нас главно е поделен пред се по етничка, јазична и партиско-политичка линија, што често придонесува граѓаните да добиваат информации од медиумите кои се пристрасни, етноцентрични и создаваат искривена слика за другиот, условно кажено.
Стратегијата го препознава овој сериозен проблем и во делот на мерки и активности со цел подобрување на состојбата се предвидени активности во два клучни сегменти, и тоа првиот е унапредување на медиумскиот простор во целина со цел граѓаните да добиваат квалитетни информации од медиумите, и вториот дел се однесува на унапредување на медиумската писменост кај граѓаните преку формални активности во образованието и неформални активности и иницијативи кои се наменети за граѓаните од сите возрасти. Зајакнувањето на јавниот сервис, справувањето со говорот на омраза, зајакнувањето на професионалните вештини кај медиумските работници кои што работат во комерцијалните медиуми, избогатувањето на медиумската содржина и сите содржини во медиумите кои го отсликуваат интеркултурализмот, се всушност од главните активности со чие што спроведување се очекува унапредување на севкупниот медиумски амбиент во земјава. Сега ова може би навидум не изгледа всушност многу едноставно, но работењето во овие сегменти и мерењето на ефектите од спроведените активности при имплементацијата на стратегијата нема да биде воопшто лесно и едноставно. Всушност, дел од овие прашања се континуирано на агендата за медиумски реформи во нашава земја речиси 20 години. И за жал, главно поради отсуство на политичка волја кај партиите кои досега раководеле со државата, овие прашања и понатаму представуваат сериозен проблем. Јас се надевам дека владата и останатите државни институции, кои што еве за прв пат ја иницираат изработката на оваа стратегија и го иницираат овој процес, и за тоа се разбира заслужуваат пофалби во овој дел во кој што се работи на самиот документ. Се надам дека тие ќе успеат овие заложби, планови и мерки што се однесуваат на медиумите да ги спроведат во пракса, а се разбира ние како стручни организации од медиумската сфера, организации кои што ги застапуваат правата на медиумските работници, ќе продолжиме и понатаму да работиме со цел да дадеме придонес во создавањето на слободни, демократски и пред се одговорни медиуми кои го негуваат плурализмот и го промовираат концептот на толерантност и на недискриминација. Ви благодарам.